Mirë se vini në Real People, miq. Në radhë të parë, unë dua që t'ju falenderoj që të gjithëve që në këtë iniciativë tashmë në kanalin tim keni ndjekur çdo intervistë dhe marrë mesazhe pafund për çdo personazh që unë duhet të sjell. Kështu që ju ftoj që të më sugjeroni, të vazhdoni të më sugjeroni personazhe të vërtet që duhet të intervistoj. Më shkruani në rrjetet e mia sociale, më lini një koment në faqet e mia Florigjini ose në faqen e Real People. Por këtë radhë, personazhin në fakt nuk e gjeta vetë. Ju do thoni pse, sepse ajo më doli në mes të një proteste në një ndër zonat më të bukura siç është edhe Rjolli. Në dikur këtë vend e kam eksploruar në pushime on top, një vend me një panoramë magjike, i cili ka qenë totalisht i virgjër, i paprekur, dhe diku në mes të protestës, një vajzë që unë do ta quaja luanesha e protestës, ja doli që jo vetëm të luftonte për pronën e saj, e cila sigurisht ka problemet e veta, po më shumë dhe për të kuptuar kush e rriti këtë vajzë. Domethënë, si u bë ajo sot që është, edhe që mund të jetë edhe një model i çdo qytetari që duhet protestoj për një padrejtësi që mund t'i bëhet. Sigurisht pastaj kjo i mbetet gjykatës, po ja me Lucianën. Mirë se vjen, Lucian. Mirë që keni ardhur. Ne në këto ditë shumë të vështira për ne, zëri jon kanë qenë vetëm mediat. Dhe i jemi falendëruar çdo media që ka folur për ne, na ka dhënë mundësinë shprehimi dhe na ka dhënë mundësinë që të themi të vërtetën tonë. Mirë. Shiko, në Shqipërinë e kemi thënë për herë që me drejtësia çalon. Patjetër. Por historitë janë ato që duhen treguar dhe gjithë secili ka anën e tij të historisë. Po të funksiononte drejtësia, unë sot e sigurt që nuk do isha në këtë situatën që jam, dhe po të funksiononin edhe ligjet në bazë ndoshta edhe pak të kulturës së popullit, sepse nuk mund bëhen ligjet e Shqipërisë vetëm duke marrë referenca nga shtete të tjera. Po të më për shumë Anglia ka 500 vite shtet. Unë dua njëherë, Lucian, ta nisim kështu. Më trego pak si e njeh ti këtë vend. Atëherë, të tregoj si janë prezantuar për herë të parë me Rjollin? Po, shumë e bukur. Para se të vija nuse këtu. Ti je nuse në Po, jam nuse në Rjoll. Fluturoja me parashuta, Malket Islamin. Oh, wow! Dhe një ditë neve bëm një fluturim nga Shëngjini me paramotor, edhe erdhëm deri këtu në Rjoll. Dhe ishte një perlë, sepse unë nuk e kisha parë asnjëherë realisht. Unë jam nga Malësia e Madhe, jam shumë afër, por nuk është se kisha frekuentuar shumë zonën Velipojës, Rjollit. Kisha frekuentuar zonën e Lezhës më shumë për plazh, sepse aty kisha të familjarët e mi. Dhe kam parë dhe në mendjen time më ka ngelur një vend shumë i bukur, komplet i virgjër, me disa kneta ujë, dhe me disa kampera në të. Që njerëzit kishin ndaluar edhe vetëm kampera që normalisht përgjithsisht në Shqipëri me kamper vin të huaj, nuk është se ka shqiptar shumë. Dhe kjo ishte në mendjen time ky ishte Rjolli. Dhe pastaj kur erdha nuse në Velipoj, që u mbartova, më treguan që këtu kishte një pronë familja ime për shumë vitesh, ku kishte lindur dhe vjehri im, dhe ku ishte rritur dhe nga koha e diktaturës pastaj kanë zhvendosur, i kanë kaluar në Velipoj, familjen e burrit tim. Dhe më vonë jam njohur me pronën nëpërmjet dokumentave fillimisht. Dhe kur na doli ky problemi i falsifikimit letrave, që vinim këtu për të marrë dhe fillon bashkoheshim edhe me fshatarët e tjerë për të parë situatën, dhe tani unë e njoh shumë mirë këtë vendin sepse e kam njohur nëpërmjet pleçve të zonës, edhe e kisha një kënaqësi që gjithmonë të pyesja, po si është kjo puna këtu? Po mirë, nga dokumentat ku është ky vendi këtu? Për shembull, ne kemi në pronën tonë një vend që quhet Shtegu i Shkozës. Dhe ne nuk e dinim ku ishte, dhe unë kam marrë një ditë me pleç këtu për ta parë se ku ishte. Dhe qesh, unë e di ku është Shtegu i Shkozës, ju them, po ju nuk e dini të matyrit e shtëpia, sepse nuk është e eksploruar gjitha, se po tani është. Tani do ma tregosh dhe mu ku është Shtegu i Shkozës, dhe pse i thon Shtegu i Shkozës? I thonë Shtegu i Shkozës sepse është gjitha është pyll me shkoza, dhe aty shtyll është lloji i pemës shkoza. Po, shkoza, dhe është vetëm një shteg ku këta kanë kalu më përpara kalonin bagtit. Kam përshtypjen, nëse është pyll, ajo më duket si zonë pylli më shumë. Tani ajo nuk ekziston më sepse është pyllzuar dhe nuk e gjen dot. E kanë bërë rrugë. Tani është, po ta shikosh pak duket, domethënë kjo pjesa e shpëllzimit duket një pjesë jeshile aty me bar, dhe sa të kaloj aty është Shtegu i Shkozës. Për të ndjekur Real People, bëni subscribe në kanalin tim të YouTube-it Florigjini.